investitorët mblidhen bashk dhe parat, a janë nga Arabia, a janë nga Amerika, a janë nga Shqipëria, pak rëndësi ka. Parat nuk kanë as ngjyrë as erë. Ajo që garanton jetë gjatësinë e investimit është projekti dhe kompania menaxhuese. Kompania menaxhuese është Aman Grupi. Kur të përfundoj viti i parë i shfrytëzimit, mban pjesën e vet fitimit sipas marrëveshjeve dhe pjesën tjetër ja shpërndan investitorëve në varësi të pjesës që kanë në investim. Kështu që se ka investitor shqiptar, s'ka asgjë të keqe. E keqja është kur investitorët shqiptar ndërtojnë vila dhe i shesin, siç kanë bërë në jug të Shqipërisë.